Para adhurimesh duhet të shtojmë që të forcojmë lidhjen me Allahun. Të gjitha adhurimet e forcojnë lidhjen me Allahun. Ajo çka është e rëndësishme është që njeriu të kuptojë se çfarë adhurimi ai ka të lehtë për të bërë. Ka patur prej sahabëve të cilët kishin adhurime specifike, të cilat Allahu dhul xhelalu a kishte lehtësuar atyre. Ka patur prej sahabëve që kanë qenë të pasur dhe kanë patur të lehtë sadakan. Kanë patur prej sahabëve që kanë patur të lehtë leximin e Kuranit, bërjen e dhikrit. Përveç Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili ishte i veçantë, u kalonte të gjithë sahabëve, thonin nëse neve na shkonte mendja për ta kryer një adhurim, Ebu Bekri e kishte kryer atë, ne nuk jemi të tillë. Prandaj e mira është që njeriu të shikojë kohën e tij, angazhimet e tij dhe se çfarë i lehtësohet atij nga adhurimet. Nëse shikon që ti ke kohë për të falur namaz sunet, nafile, fale. Nëse ke kohë për të bërë dhikr, bëje. Nëse ke kohë për të lexuar Kur'an, lexo. Nëse ke mundësi për të dhënë sadaka, jep. Nëse ke kohë për të ndihmuar njerëzit e tjerë, ndihmoj. E rëndësishme është që njeriu të gjejë tek vetja e tij se çfarë ka mundësi prej adhurimeve dhe prej veprave të mira dhe t'i kryejë ato në vazhdimsi. E ta di se një vepër e mirë e cila është e vazhdueshme është më e dashur tek Allahu se sa një vepër e mirë e madhe dhe rrallë.